pikërisht për shkak të ditës së forcës që është sot, pra më 27 nëntor, në emër të Qeverisë Republikës së Kosovës, uroj gjithë pjesëtarët e Forcës së Sigurisë Kosovës, ushtarët, nënoficerët dhe oficerët e Kosovës, ushtarakët e pensionuar, gjithashtu zyrtarët civil që shërbejnë në Forcën e Sigurisë Kosovës për ditën e forcës dhe përgëzoj komandantën e FSK-s, gjithë stafin e Forcës së Sigurisë Kosovës, ushtarakët tonë për angazhimin e jashtëzakonshëm, për kontributin dhe për kushtimin për zhvillimin e kapaciteteve mbrojtëse të vendit tonë. Forca e Sigurisë Kosovës po rritet dhe po zhvillohet dhe kjo fal angazhimit të secilit pjesëtar të Forcës së Sigurisë Kosovës, por edhe për fal mbështetjes që Forca e Sigurisë Kosovës ka marrë dhe po vazhdon të marrë nga qeveria e Kosovës si me buxhet, si me investime edhe për krahje administrative. Sot pra, kur po shënojmë ditën e forcës, vetëm kemi arritur në një investim prej 430 milion euro për blerje të sistemeve të armatimit, krahas edhe shumë investimeve të tjera që po bëhen në infrastrukturë, në trajnim dhe në përgatitje profesionale të pjesëtarëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Forca e Sigurisë së Kosovës është në një dimension krejt tjetër, është në një zhvillim dhe stad krejt tjetër, është edhe krahasohet me forcat e tjera që i kemi në rajon, por edhe më gjerë dhe është e gatshme që përveç mbrojtjes së territorit, jetës së qytetarëve, gjithashtu të kontribuojë edhe për paqe edhe siguri kudo në botë. Sot në mbledhjen e qeverisë pikërisht në ditën e forcës, ne morëm një vendim preliminar shumë të rëndësishëm për vendin tonë, më saktësisht për industrinë e mbrojtjes së vendit tonë, vendim i cili ka të bëjë me shpronësimin e pronave të ish Renikut në Gjakov, dhe që do të bëhen pastaj prona të Ministrisë së Mbrojtjes si pjesë e zonës industriale së mbrojtjes e cila do të vendoset pikërisht në regionin e Gjakovës. Kjo zonë industriale e mbrojtjes do të ketë synim që të mbështes edhe fabrikën tonë të municionit që do të vendoset atje e që do të drejtohet për një kompanie publike, por do të ketë mundësi që të akomodoj shumë prodhues tonë edhe partnerëve tonë pra që planifikojnë edhe mendojnë që të investojnë në aspektin e industrisë së mbrojtjes në Kosovë. Pra, kemi bërë një hap shumë të mirë, një hap përpara në zhvillimin e industrisë së mbrojtjes që do të jetë jo vetëm në funksion të mbështetjes së kapaciteteve të mbrojtjes së vendit tonë, por do të jetë edhe një segment i rëndësishëm në rritjen ekonomike të vendit tonë, duke mundësuar të rinjve, duke mundësuar bizneseve, duke mundësuar gjitha institucioneve që të kontribuojnë në industrinë e mbrojtjes. Sa i përket pyetjes rreth reagimit apo angazhimit tonë në rastet e arrestimeve të pjesëtarëve të ushtrisë ligjore të Kosovës, tashmë jemi dëshmitar që disa raste që kanë ndodhur, veçanërisht në Serbi, por edhe në vende të tjera kemi pasur një reagim të ashpër edhe të Ministrisë së Punëve të Jashtme, edhe të Ministrisë së Punëve të Brendshme, që janë faktikisht dikasterët që adresojnë direkt këtë çështje. Normalisht ne si Ministri e Mbrojtjes, duke qenë që përfaqësojmë trashëgiminë ushtarake të popullit tonë, në këtë rast edhe ushtrisë ligjore të Kosovës, jemi të angazhuar dhe diskutojmë që kemi mundësi që ta bëjmë këtë me gjithë partnerët tonë për të ngritur çështjen e arrestimit të pjesëtarëve të ushtrisë ligjore të Kosovës, mirë po përtej arrestimet të ushtrisë, të pjesëtarëve të ushtrisë ligjore të Kosovës, Serbia vazhdon të zbatojë qasje hegemoniste në raport me vetë ekzistencën e shtetit tonë. Pra nuk është problem vetëm një pjesëtar i USHK-s, nuk është problem vetëm një polic, është problem që Serbia vazhdon të ketë qasje hegemoniste në raport me vendin tonë, duke mos njohur asnjë arritje të vendit tonë dhe duke trajtuar Kosovën, duke të vazhduar ta trajtojë si pjesë të saj. Pra, problematika në thelb është e qasja hegemoniste e Serbisë, kurse të tjerat pastaj janë vetëm pasojë. Sa i përket rastit të dy pjesëtarëve të Forcës së Sigurisë Kosovës, spari ky rasti që ka qëndruar edhe që vazhdon të qëndrojë ai pjesëtari në SBA, ka ndodhur diku para 5 muajve, pra nuk është brenda
3 muajshit, është një rast izoluar normalisht, rast që nuk ndodh vetëm te ne, ndodh në shumë vende, cilat kanë lëvizje të ushtarakëve në shtetet e ndryshme. Ne kemi pasur diet një kontingjent prej më shumë se 130 pjesëtarëve të FSK-s në trajnim në SBA, dhe këtë rastin e izoluar, kur një pjesëtar ju ka qëndruar atje, ne kemi adresuar më njëherë, pasi që jemi informuar për këtë çështje, te autoritetet e SBA-ve, si dhe gjithashtu në ambasadën tonë në SBA, normalisht më njëherë ajo është larguar nga Forca e Sigurisë Kosovës, kemi vendosur kontaktet me autoritetet në SBA për kthimin e tij në Kosovë, në rastin më të mirë për të, ai asnjëherë nuk mund të arrijë që të legjitimojë qëndrimin e tij në SBA për faktin që sipas ligjeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ata kërkojnë nga shteti prej cilit vjen pjesëtari që deklarohet se a ka obligime ndaj atij shteti dhe ai pjesëtar e ka ndërprerë shërbimin në mënyrë të njëanshme, ka qëndruar atje dhe patjetër që përveç që nuk do të arrijë kurrë të marrë shtetësinë në të SBA pas të vendosë ndonjë statut të tij atje, gjithashtu ai do të kthehet në rastin e parë që do të japet mundësi autoriteteve amerikane që të kenë kontakt me të. Kurse për pjesëtarin që dyshohet për sulm seksual në Britani të Madhe, ne kemi ngritur normalisht gjitha komisionet dhe ato strukturat cilat merren me këto lloj rastesh, ende nuk kemi një verdikt final dhe derisa nuk kemi një verdikt final e kam pamundur që të jap më shumë informacion. Lidhur me vendimin preliminar, po e detajoj pak më shumë këtë çështje, ne kemi planifikuar që ajo zonë industriale mbrojtjes që është planifikuar që të jetë zonë ku do të vendosen prodhuesit e industrisë mbrojtjes, nuk do të jetë normalisht zona e vetme në Kosovë ku do të bëhen prodhime ushtarake, por do të jetë një zonë ekskluzive për atë çështje e adresuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës. E thash edhe një herë, do të jetë në komunën e Gjakovës, do të jetë një hapësirë prej më shumë se 100 hektarësh, që do të shfrytëzohen nga fabrika jonë e municionit që do të vendoset atje, por edhe që do të ketë me mundësi që si Qeveria e Kosovës të mbështesim prodhues të ndryshëm ushtarak nga vende të ndryshme, por edhe prodhues vendor që planifikojnë që të prodhojnë në atë zonë, pra është edhe për interes të sektorit publik, por edhe për interes të sektorit privat. Sa i përket fabrikës së municioneve, dihet tashmë që me 16 dhjetor të vitit të kaluar është realizuar pra një kontratë, është bërë një kontratë me kompaninë shtetërore MKI nga Turqia për prodhimin e makinerisë prodhuese, laboratore dhe pajisjeve tjera që do të jenë në dispozicion të prodhimit të municioneve 7.62 dhe 5.56, kurse gjatë muajit tetor të këtij viti, së bashku me ministrin Murati, kemi diskutuar edhe punuar në finalizimin edhe të pjesës së dytë të kontratës që ka të bëjë me ndërtimin e fabrikës, pra ndërtimit të objekteve dhe kompleksit, sepse nuk është vetëm një fabrikë, është kompleks i prodhimit, pikërisht në zonën industriale të mbrojtjes. Ne bazuar në atë kontratë presim që deri në fund të vitit të ardhshëm kjo fabrikë të funksionalizohet, pra të fillojë prodhimin e këtyre municioneve dhe mund të them që në fund të vitit të ardhshëm do të kemi plumbat e parë që do të prodhohen në Kosovë nga një fabrikë shtetërore e Republikës së Kosovës për nevoja të ushtrisë, policisë, por edhe për nevoja të eksportit. nevojshme ta përsërisë edhe një herë. Zotri Murati, a mund na tregoni a do e takoni përparim Ramen, a e shihni të arsyeshme ta mbani një takim me të për krejt çdo çështjet financiare ekonomike që lidhen me komunën e Prishtinës dhe pse nuk e keni takuar deri tash, kur i njëjti ka ardhur deri te objekti i qeverisë për takim me juve? A ka pyetje tjera në lidhje me çështjet që u diskutuan deri tash dhe vendimet e qeverisë? Nëse jo, faleminderit shumë.